Teleshikues të Albik TV, mirëmbrëma, mirë se vini tek emisioni Zëri i Diasporës. Për ju sonte kam kënaqësi të u sjell një mysafir veçantë, i cili faktikisht përveç që është studiues dhe ka studiuar në Britaninë e Madhe, nikosisht si i ri ka ardhur si azilant këtu dhe ka punuar, studiuar, gjithsesi si gjithë ne tjerë ka punuar edhe për çështjen e Kosovës dhe ka njohuri të jashtëzakonshme për Kosovën dhe zhvillimet e Kosovës, gjithsesi zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Kemi fjalën për doktor Jakub Azemi, studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe studiues studimeve evropiane dhe një PhD në kolegjin apo Universitetin College London apo UCL, siç e njohum na me shkurtesën. Ka qenë botues i gazetës afërsisht 2 vite anglo-shqiptare e quajtur Drita dhe gjithsesi ka qenë i kyçur në ngjarje të shumta, qoftë me diasporën, qoftë edhe me lëvizjet në Kosovë rajon, gjithsesi në Evropë, me që është studiues i kësaj lëmie. Zotëria Azemi, faleminderit shumë që gjetët kohë për neve. Faleminderit që më thuat. Ju jeni një studiues i cili një ndër punët e rëndësishme i keni kryer lidhjen me Kosovën, saqë edhe e keni shkruar librin apo e pritni librin tani në botim, Making of Modern Kosovo apo krijimi i Kosovës moderne. Çka keni mundësi me na thonë diçka në lidhje me librin, edhe pse ju e pritni tash botimin, sigurisht nuk do të zbuloni asgjë. Sa kem qef na me ditë. Po, faleminderit tani që më keni ftuar në bisedë. Po, libri është produkt i studimeve të mia të doktoraturës në lëmin politike në jodhunës së Ibrahim Rrugovës në Kosovë gjatë viteve të 90-ta. Me disa ndryshime, tash kam përgatit për shtyp dhe shtëpia botuese Bloomsbury Academic duhet ta botoj mbrana çështje muajsh. Dejtë vera besoj që del nga shtypi. Libri është ngërthen një periudhë, do të thosha periudhën më të rëndësishme të historisë politike të Kosovës. Ndonjëherë, sepse ngërthen atë kohë kur Kosova ndërmerr fatin në duart e veta me një politikë jashtëzakonisht të ndryshme nga politika tradicionale, jo vetëm të shqiptarëve, po edhe të gjithë popullit të Ballkanit. Po flas për politikën e jodhunës Rrugovës, e cila i qaset ballafaqimit me Serbinë me mjete tjera dhe kësaj Kosova arrin të dalë nga marginalizimi të cilën Serbia dhe instrumentet e saj të propagandës dhe reputacionin që gëzonte në emër të Jugosllavisë në atë kohë e kishte plandos Kosovën. Pra është një periudhë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe me padurim pres që libri të dalë për publikun edhe të debatojmë, të shohim se si do të pranohet. Është interesant e përmend këta politikën e urtë të kombit shqiptar në lidershipin e Ibrahim Rrugovës në atë kohë, edhe pse s'po insistoj me marrë shumë detaje. Po, a ishte fati që ishte një periudhë kur lidershipi në botë është shumë liberal, edhe e përkrahi një luftë të tillë, po them kushtimisht, apo ishte vërtet elitë e mesme intelektualëve të Kosovës në atë kohë që ditën se si me u sjell ndaj opinionit dhe vlerave që bota i shif kemi një sy tjetër në atë kohë. Sidomos e perëndimore gjithsesi. Pyetje shumë interesante. Kujtojmë që në atë kohë e njëjta elitë ndërkombëtare liberale, demokratike në perëndim ka qenë dominuar po nga ato forcat që e kanë krijuar politikën e jashtme të perëndimit me demokracinë, zgjerimin e demokracive perëndimore, sipas projektit Immanuel Kantit Perpetual Peace, paqja e përhershme. Demokracitë perëndimore kanë pas qëllim ta zgjerojnë këtë faqe të përhershme nga niveli evroperëndimor në shtete të tjera, sidomos në ato në periferi. Dhe në këtë kontekst na jemi gjetur në atë zgjerim të këtij unioni paqësor, demokracitë perëndimore.
Shef, çdo popull për të arrit deri te liria e tij apo shtet ndërtimi, asnjë popull nuk e ka arrit atë pa ndërtimin e një elite të mirëfillt intelektuale. Kosova për herë të parë kishte arrit me ndërtuar një elitë të tillë. Universiteti i Prishtinës kishte nga 68-a, 70-a deri në 80-a, gjatë viteve të 85 ndikon. Po pra, në atë periudhë ka dalë një elitë intelektuale në Kosovë, sidomos ajo rreth shoqatës shkrimtarëve të Kosovës, ku doli Rugova nga ai grup intelektualëve të Kosovës. Dhe unë mendoj që përkundër faktit që demokracitë perëndimore kanë pas interesim për me demokratizuar shoqëritë jashtë sferës perëndimit, në atë kohë që Jugoslavia ka qenë një shtet në lëvizjen e mos inkuadrimit, as ka qenë me perëndimin, as me lindjen, në mesëm, por kryesisht sistemi i saj politiko-shoqëror ka ekzistuar si komunist, ani pse ka qenë pak më liberal se shtetet tjera komuniste të Evropës lindore. Por kujtojmë që lufta në Kroaci, lufta në Bosnjë, i ka dërmue atë këta dy popull, sidomos popullin bosnjak, ani pse ata të dy palët kanë pas, domethënë, kanë përqafuar demokracinë dhe me mjeti demokratik kanë synuar të zhvillohen, të demokratizohen dhe të pavarësohen. Në rastin e Kosovës na kemi qenë në gjendje shumë më të vështirë, shumë më komplekse. Por përkundër faktit që perëndimi intervenoi me mbështet Kosovën, elita politike intelektuale në Kosovë ka qenë jashtëzakonisht o shfaqur si jashtëzakonisht inteligjente, përkundër faktit që shqiptarët kanë pas, nuk kemi pas, sidomos na shqiptarët, nuk kemi pas kapacitete të tjera mbrojtëse dhe politika e jodhunës ka qenë një mjet jashtëzakonisht i fuqishëm për me u kundërvu Serbisë. Dhe kemi arrit sukses që në fund perëndimi erdhi dhe shqiptar diplomacia e kësaj elite arriti me iluminizue shoqëritë perëndimore, shtetet e mëdha, sidomos në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kur në vend diaspora ka pas një rol jashtëzakonisht veçantë. Ishte ajo periudhë, po rrjedh vetëm edhe pak tek që kjo çështje, ishte ajo periudha kur faktikisht në ish Jugosllavi ishte një vështirësi e madhe me nda popullatën shqiptare në ish Jugosllavi prej administratës jugoslave në mes të shpionëve dhe popullit që ja do të miren, po mendoj njerëzve që ja dojnë të miren kombit e shqiptarit, edhe ata që mbajshin balance. Sa mendon ti që kjo politika e urtë dhe sjellshme diti njëkohësisht presioni i madh i serbëve, i Serbisë në krye me mbështetjen, krijoi presion mbi kombin shqiptar që faktikisht të filtrohet në atë popull shqiptar, pa marrë parasysh në cilin sistem ke punue, je shqiptar dhe duhet punosh për Kosovën, që në fund patëm një rezultat siç e dimo. Nëse po i kuptoj mirë, atëherë përgjigja është që një nga veçantit më specifike të politikës rrugores ka qenë edhe kjo që të gjitha shtresat e popullsisë të Kosovës, edhe shqiptarë në Jugosllavi, sepse mos të harrojmë që modeli politik i gjithë shqiptarëve në Jugosllavi, në atë kohë, po flas për shqiptarët në Malzi, në Serbi, në Jugut, ashtu quhetën Lugina e Preshevës, në Maqedoni, janë organizuar sipas modelit të lidhjes demokratike në Kosovë. Pra, politika rrugos ka pas një efekt neutralizues të dallimeve. E kjo ka burue kryesisht nga oratoria jashtëzakonisht e veçantë e liderit Rugova, i cili i ka si përdor prap fjalën neutralizuar dallimet. Dhe kësaj ka arrit që të gjitha shtresat, qofshin ata në thojza tradhtar, qofshin ish komunist, qofshin LPK-ist, po flas për aktivistët e lëvizjes popullore të Kosovës, gjithsesi natyrisht inteligjenca kryesuar nga shkrimtarët
antarët e shoqatës shkrimtarëve të Kosovës, të gjithë u katapultuan në një lëvizje të përgjithshme. Kjo ka qenë një kulturë jashtëzakonisht e suksesshme, një arritje jashtëzakonisht e madhe e popullit shqiptar, sepse kjo i ka mundësue një kohezion të brendshëm, një politikë 10 vjeçare që sot është vështirë e imagjinueshme se si kanë arritë shqiptarët përkundër instrumenteve të fuqishme të Serbisë, të Beogradit, shërbimet fshehta të tyre, që nuk kanë pranojt për me kriju ato divide and rule në mesin e shqiptarëve, por politika Rugova që ka rezistu këtyre. Për çfarë sundoni farë forme të veç për shikuesit. Për çfarë sundo sakt. Kështu që në atë periudhë, domethënë, prandaj unë e quaj që lëvizja Rugovës është ndër periudhat më të ndritshme të zhvillimit politike që shqiptarët kanë zhvilluar ndonjëherë. Po flas në 2 anë të kufinit. Shqipëria ka arrit pavarësinë vetëm në vitin 1913, por atëherë është krijuar një shtet, por vështirësitë për Kosovën janë krijuar më shumë për ta fituar ndonjëherë linë e aq më pak pavarësinë. Për kundër kësaj, sepse u kriju një shtet shqiptar. Po. Prandaj Kosova dhe shqiptarëve në Kosovës ju ka vështirësuar puna shumë më shumë për me arritë lirinë, me qenë se u kriju një shtet shqiptar. Edhe shqiptarët e Kosovës kanë mund të dhe janë perceptuar si minoritet në Jugosllavi. Po s'kanë qenë minoritet, kanë qenë populli i tretë në ish Jugosllavi. Për me numër gjithsesi. Kështu që kjo periudhë, ne themi ne, sepse unë jam produkt i këtij populli, i këtij vendi, kemi arrit me u nxjerr edhe kemi krijuar shtetin e dytë shqiptar në Ballkan. Është një rezultat diçka jashtëzakonisht i madh edhe duhet ta gëzojmë. Thuhet një fjalë, thuhet presioni e krijon diamantin. Tani, në ato periudha të ish Jugosllavisë, kur ishëm një popull shqiptar me numër 3 në Jugosllavi, presionin nga ish slavët, pa marrë parasysh dominu nga serbët, neve na krijoi na bani një bashki që faktikisht patëm një sukses. Në bazë sqarimit të gjithmonë po e them. Sot Kosova gjendet si shtet i ri, tash pak me provoj edhe në atë nivelin e diplomacisë dhe politik, sidomos populata ka dëshmuar shumë mirë që din me votue, edhe përkon me votue. Me lëvizjet e fundit me ardhen e Donald Trump, tërmetin që shkaktoi në geopolitik, si e shihni ju Kosovën edhe kombin shqiptar? A do të jem edhe njëherë në presion për të krijuar një diamant, apo do jem një diamant i bën cop-cop? Pyetje interesante. E kam pak vështirë të përgjigj në këtë pyetje se unë nuk kërkosëm të jem në mesin aty në gjithologëve që pretendojnë që gjithmonë të japim që i dinë gjitha. Por ajo që kam mund të them është që përkundër faktit që ardha e kësaj administrate të re të presidentit Trump në Shtetet Bashkuara të Amerikës, dinamizimi i politikës jashtme të Shtetet Bashkuara dhe raportet e saj me Evropën, me Rusinë dhe me gjithë botën, kanë shkaktuar një lloj, hajde të themi në thojza tërmeti, kështu që është gjithnjë më shumë duke perceptuar si një epokë kur raportet ndërkombëtare po ndryshojnë, rendi i ri ndërkombëtar po ndryshon. Mbase jemi në atë fazë. Ne dim që tashmë rendi bipolar, unipolar, bipolar nuk është më si i tillë, me Shtetet Bashkuara edhe perëndimin si një aktor i përgjithshëm global. Tash kemi Rusia për 30 vjet, 25 vjet e fundit, sidomos 20 vjetet e fundit, ka luftuar për me rinjo statusi i saj një fuqie perëndimore. Për shkak të arsenalit të saj bërthamor, duket që Rusia prap po e rifiton deri diku atë status. Por tash natyrisht e kemi Kinën, e cila gjithë e dim është shfaqme shumë e fuqishme, sidomos me ambicjet e saj në gjithë kontinentet e globit.
Kështu që domosdoshmërisht është shtrua nevoja që ky status i ri të pranohet. Domethënë, gjeopolitika edhe rendi i ri botëror po ndryshon. Në aspektin legal, në aspektin e të drejtës ndërkombëtare, i cili e definon edhe statusin e organizatave të kombëve bashkuara, a do të ndryshoj kjo? Mbetet me po. Tashti, në rastin e ne shqiptarëve, duket që ne kemi pas fat që e rrumbullaksuam shtetësinë e Kosovës, ani pse kemi ende punë për ta bërë, për ta finalizuar njohjen dhe antarësimin në OKB. Na kemi arrit në atë fazë që zbërja e shtetit të Kosovës është thuajse e pamundshme. E pamundshme në kuptimin që Perëndimi ka investuar shumë, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe do të ishte diçka tepër anakronike, qoftë edhe në ndryshimin e jo vetëm të gjeopolitikës, por edhe rendit të ri botëror, që të zbahej shtetësia e Kosovës. Fundit nuk kemi ne shqiptarë që s'kemi luftuar. Kemi edhe na një medale që kemi edhe na për të thonë diçka nëse vjen deri te kjo pyetje. Na jemi shqiptarët janë një popull i madh në Ballkan, tash jemi populli i dytë me serb aty diku jemi afër. Edhe jemi të shtrim në 4-5 shtete në Ballkan. Unë kam shkruar një artikull para një vit e gjys, rreth nacioni politik dhe shqiptarët në Ballkan. Edhe unë parashoj që shqiptarët nëse dëshirojnë me qenë faktor, deri tash kemi qenë faktor stabilizues, por po deshtën shqiptarët munden me qenë edhe faktor jo stabilizues. Sikurse që kanë qenë serbët në këto 30 e sa vitesh. 35 vite. Por ne shqiptarët kemi zgjedh një politik, një qëndrim më të urtë në rajon, edhe po në një rast po që se gjëra do ndryshoshin në mënyrë drastike, shqiptarët do të detyroheshin, sikur ju e bot pyetjen, nëse presioni i madh do të na detyron të bashkohemi përsëri. Bashkimi i shqiptarëve don një farë elaborimi këtu. Ne shpeshherë mashtrojmë veten se thuajse kemi një lloj thuajse ekziston një lloj bashkimi platonik i ne shqiptarëve, një farë dashurie platonike në mesin tonë, por nuk analizojmë sa duhet se ekzistojnë disa dallime, qofshin edhe të nivelit kulturor deri dikun, midis shqiptarëve në Kosovë dhe të Shqipërisë. Ani pse ne dy palët jemi një këmbë, i flasim një gjuhë me nuancat të vogla të dallimeve, por na duhet të njohim disa ndryshime të vogla që i kemi, dhe të respektojmë njëri tjetrit ato ndryshime të vogla, por në rrafshin shtetëror, unë besoj që në një të ardhme jo shumë të largët, në dy palët, Kosova dhe Shqipëria do të duhet, gjeopolitika e re do të na detyroj ta rishikojmë statusin tonë, edhe mbase ne duhet të ndërtojmë një lloj konfederate, federat apo konfederat, varësisht për ndryshimeve. Po, natyrisht, varësisht nga rrethonave regionale, aq sa do të na lejojnë. Në integrim shumë i ngushtë, ndoshta nuk kishte edhe me qenë shumë e udhës me u bë fillimisht. Një lloj integrimi në formë të një konfederate, në fazën më të hershme, sa më shpejt që të jetë e mundi, do të duhej të zënë të vend. Edhe në këtë kontekst, unë mendoj që na duhet jo veç elitat politike. Unë mendoj që elektoratet në dy anë të kufinit duhet bëjnë presion mbi elitat politike dhe ato ta determinojnë edhe rezultatin e elitave politike në terren. Gjithmonë po s'pat presion mjaftueshëm nga populli, elitat politike flajnë, kanë tendencë të shohin pak interesat e tyre, kanë edhe personale, pse jo. Po, punën e madhe bën për votat e 4 vitit të ardhshme. Kjo është tashmë dëshmu. A ka fuqi bashkimi i intelektualëve të Kosovës, Shqipërisë dhe të rajonit me faktikisht me pas një ndikim të vetin në
me kriju presion ndaj qeverive, të marrë parasysh që qeveria e Shqipërisë ka një komoditet që është e zgjedhme që disa vjet me radhë pa pas një farë konkurrence. Qeveritë e Kosovës janë vazhdimsi më shumë zgjidhen në formën deri me tash s'pako në baza fisnore e rajonale se sa në ato për çështjen kombëtare. Ku na kishe gjetë të neve më shumë që do na zgjonte nga një gjumë që të kemi edhe një herë një periudhë të rrugovizmit, jo në atë formën urtësisë, po në atë formën e menjes, mençurisë. Prap është pyetje shumë interesante. Unë mendoj që po gjithsesi elitat intelektuale kanë, jo vetëm që kanë rol të rëndësishëm, por e kanë detyrim moral, se fundit pse ekzistojnë ato. Të gjithë ata që merren me akademi, me kulturë, me art, në një mënyrë aty sublimohet edhe interesi nacional, jo vetëm individual. Edhe ato kanë për obligim të bëhen edhe udhërrëfyes të popujve të tyre në momente të saktuara. Siç e mori rolin klasa politike gjatë 90-tave me fund të 90-tave me Rugovën, në krye ashtu edhe tash duhet një mobilizim më i shpejt, më radikal i elitave intelektuale si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë. Në fundit janë elitat ato që janë udhërrëfyese se ka çfarë zhvillimesh politike duhen me marrë shoqëritë. Shife, Serbia për shembull ka me dekada është ngulfat në këto politikat nacionaliste, shoveniste. Tash duket që ka elitat intelektuale në Serbi, sidomos me studentët, duket që janë ka e shkundin terrenin e brendshëm politik të kalbur, për mendimin tim, edhe ata tash, unë jam optimist që në Serbi do të gjenerohet një klasë politike, në fundit eventualisht do të detyrohen me arë një klasë politike që i pranon realitetet në rajon, edhe me gjas do të krijojmë një raport pak më normal fqinësor me Serbinë. Nëse jo, ne duhet jemi të përgatitur, dhe në këtë kontekst, pyetja ju është shumë e rëndë, elitat intelektuale duhen me qenë aktive dhe ne duhet lëvizim përpara. Zgjedhjet në Kosovë janë të përfunduar tash për certifikimin e tyre. Zgjedhjet në Shqipëri në maj, çka mendon ti që ndikimi geopolitik, çfarë presioni ka krijuar që të kemi një qeveri stabile në Kosovë dhe një qeveri, po them kështu, që orientohet ka kombim pak më shumë se sa që ka qenë deri me tani në Shqipëri? Do të përpiqesha me i elaboru këto dy çështje pak si të ndaras. Po të beremi me rastin e Kosovës. Është një fat i mirë që elektorati kosovar ka arrit një pjekuri jashtëzakonisht lartë sa i përket funksionalizimit të demokracisë institucionale në Kosovë. Duket që politika e 10 vjeçare e Rugovës e ka ngjiz atë kulturë demokratike në Kosovë. Nuk e besoj që kontribut madh gëzojnë as UNMIKU, as EULEX-i, as kusht tjetër, por vetë popullsia e Kosovës. Kultura e tyre shtet ndërtuese, respektimi për demokracinë dhe vetdia e lartë qytetare dhe patriotike. Dhe këtë duhet ja atribuojmë popullit, jo elitave politike, pas luftës. Në Shqipëri, fatkeqësisht më duhet të jem kritik sa i përket kulturës shtet ndërtuese, sidomos në aspektin e politikës të jashtme të Shqipërisë, në raport me Kosovën, kanë çalue. Nuk e kanë kryer rolin që ju ka takue, edhe në vend që të merren më shumë me ambicjet gjithkombëtare, Shqipëria fatkeqësisht vazhdon të merret me vetveten. Edhe në shekullin 21 kemi që 12 vjet po bëhen që një klasë e njëjtë politike, përkundër faktit që edhe në mandatin e parë dhe dytë është zhytur në një korrupsion të papar. Elektorati shqiptar vazhdon me rivotuar të njëjtën elitë.
Dhe nëse bën krahasimin midis elektoratit shqiptar dhe elektoratit kosovar, këtu e shet dallimet tepër të mëdha që elektorati shqiptar nuk është aktiv sa duhet për me marrë fatin në duart e veta dhe me gjetë lider politik që i shërbejnë interesave të veta. Duket që elektorati shqiptar dorëzohet ma lehtë, është ma lehtë me lëshuar Shqipërinë, me gjetë paqe, rahati në perëndim se sa me shtrënguar rripin, me punue edhe me ndërtuar shtetin e vet. Është e papranueshme që kosovarët shkojnë pushime në Bregdetin shqiptar më shumë se sa shqiptarët. Për mua kjo është një domethënie. Një prej shembullve pak më të thjeshtë pikërisht. Çështja e vetëdijësimit të votuesit kosovar. Votuesi kosovar, unë pajtohem plotësisht me ty që është vetëdijësuar prej ish Jugosllavisë deri me tash, se në çfarë forme dhe e mendon që punon për interesat të kombit numër një, e gjithsesi të interesave të ngushtë, që është çështja e familjes edhe mirëqenia sociale. Si ma sqaron ti mua qeveritë e vazhdueshme prej pas lufte deri me sot, që popullata me aq mund dhe zell i voton, ndërsa në fund më herët pazaret ndryshme për postet ndryshme, ndërsa tani në fund ofendime banale për ta denigrue një grupin tjetër, ma shumë se sa momentin i cili është këç për çështjen e Kosovës për të marrë mendime. Apo kemi problem me gjetë lider sinqert dhe serioz që marrin votën tonë me sinqeritet dhe drejtojnë aty për çka kanë marrë. Po e kuptoj. Partia më e madhe që ka dalë fituese në dy zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë, para 4 vitesh dhe tash, lëvizja vetëvendosje, duket që shënon një lloj lëvizje nga një kulturë më të rahatshme, si të them, e ndërimeve të pushteteve, edhe pse më njëherë mas luftës ka pas zhvillime më dramatike, eliminim fatkeqësisht të disa aktivistëve politik, sidomos në radhë të Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe eliminimi i tyre shpesh i është atribuar çarqeve të majta që u inkorporuan brenda Partisë Demokratike të Kosovës, por ato mbeten çështje për me u verifikue. Tash lëvizja vetëvendosje duket që ka një lloj sensi për ta radikalizuar, domthonë sikur ka dalë nga ato shtigjet e kulturës demokratike ma të urtë dhe luftë e ka quajtur luftën politike brenda llojit në një nivel pak ma përtej atyne kufive që kishim me quajtur normal. Retorika verbale nga njëherë është hajde tolerohet disi, mbetet me u pa. Megjithatë, unë mendoj që elektorati kosovar ka bë do zhvillime jashtëzakonisht inteligjente, sidomos kur i hoq nga sistemi i vet politik ato kombinimet e PDK-s, LDK-s, AK-s, të cilat fatkeqësisht kishin zonë vend, korrupsionin atë periudhë të qeverisjes këtyre partive kishte zonë vend shumë të madhe në Kosovë. Por elektorati kosovar nuk deshti ta pranoj më atë vazhdimsi. Dhe domosdoshmërisht, shife, Spari e reduktoi Lidhjen Demokratike të Kosovës nga një parti lideriste në një parti mediokre, deri në 12-13% e reduktoi për ta detyruar me bë ndryshimet e brendshme dhe ja dhan votat tash kryeministit Kurti vetëvendosjes. Tash, përse lëvizja vetëvendosje fiton përsëri? Unë mendoj që jo që elektorati i tërit cili ka votuar lëvizjen vetëvendosje është i lumtur me rezultatet që i ka treguar lëvizja vetëvendosje në këto 4 vjet. Por, sipas mendimit tim,
perceptimi i elektoratit të Kosovës është se nuk partitë opozitare nuk kanë arrit me bën një reformim të brendshëm dhe nuk kanë prodhuar lider të cilat i ambushin mendjen elektoratit që ai të bëjat lëvizjen nga votimet në të majt, të lëvizja vendosje, tek e djathta në qoftë LDK apo PDK dhe AK. PDK nga njëherë ata synojnë të portretizohen si parti e djathtë, por ata mbetet për me u definue në një terme të afërt apo të mesme, sido që të jetë. Kështu që në këtë kuptim, unë mendoj që përkundër faktit që liderët politik e trazojnë nga njëherë skenën publike me deklarata, prap i mbetemi në nivelin retorik. Nuk shoh diçka radikale që e rrezikon tarmën e Kosovës apo ndonjë dramaticitet më të madh për te. Është fjala për vendime të rëndësishme, tash i dohet Kosovës një qeveri e fortë. Qeveria me 61%, 62% është qeveri që faktikisht nuk ka fuqi mi shty proceset mjaft. Në çet aspekte kam. A është egoizëm që liderët partijak, pa marrë parasysh sa pajtohen mes vete, sa s'pajtohen mes vete, është një popullat 1.6 milionëshe, cila e krejt me kanë studiues lëmive të ndryshme, edhe vështire mbizotrojnë administratën e Kosovës, e jo në përçarje të thella të nivelit tillë, që nuk po shifet që po kanë mundësi me u koordinua me në edhe një qeveri të fortë, s'pakun që to periudha tranzicionale që po hecë bota. Well, nëse shohim rezultatin e zgjedhjeve, duket që elektorati është ndarë aty gati për gjysmë. Elektorati i opozitës me elektoratin e vetëvendosjes, ndoshta pak më shumë nga ana e opozitës, përfshirë dhe minoritetit. Kjo nënkupton që elektorati don me pas një qeverisje, siç thoni, më të fuqishme, më konsistente, e cila është përfaqësuese më e denjë e interesave të Kosovës. Gjithsesi, edhe analistët e huaj, ata që janë njohës të mirë të zhvillimeve, ngjarjeve në rajon dhe në Kosovë, sidomos, ata sugjerojnë që kishte me qenë shumë më mirë sikur vetvendosjet bënte koalicion qeverisës me ndonjërin nga partitë, si qoftë PDK. Në këtë rast, këto të dyja do ta komplementojnë njëra tjetrën përballë vendimeve të mëdha. Vendimet të mëdha cilat janë ato? E kemi vështirë me ditë se ku janë ato prapaskenat politike. Ne nuk kemi informata, pa marrë parasysh që pretendojmë të njohim gjërat, nuk kemi informata të mjaftueshme se si do të mundën gjërat me u zhvilluar në procese sipër. Vetvendosja, sidomos kryeministri Kurti, ai është tanë pushtet me një slogan, sidomos 2-3 shtylla që përbojnë filozofinë e tij të ardhjes në pushtet, lufta kundër korrupsionit, dhe lufta, angazhimi i tij politik për të mos implementuar një të ashtuquajtur asociacion të komunave serbe në Kosovë. Sa pajtohesh ti me mos implementimin e çështjes së asociacionit, bashkë që me qim këtu? Unë kam pas qëndrimet si mia si miri çështja ndërkombëtare. Unë kam pas qëndrimet mia që nga momenti kur propozimi i presidentit Ahtisarin atë kohë në vitin 2007, ato disa nga provizionet në atë propozim kanë qenë të tilla që i kam paraqit që kanë me paraqit problem, por ato kanë qenë formulime latente, të cilat varësisht nga aftësia negociuese dhe politik bërëse në Kosovë kanë mujtë të relativizohen apo të ju shtohet pesha. Në rastin e Kosovës, fatkeqësisht, elitat politike që kanë dominu politikën kosovare, atëherë e kanë lejuar që ato provizionet të evoluojnë ka forcimi i konditave dhe i kërkesave për një të ashtuquajtur asociacion të komunave serbe, me shumicë serbe në Kosovë, edhe që ato të vinë deri në atë nivel që të kërkohet një lloj entiteti autonom për ato komuna. Kjo është totalisht e papranueshme, është e panevojshme, është jo produktive dhe është e rrezikshme për Kosovën. Në këtë kontekst, unë jam në linjën me
kryeministin Kurti dhe uroj që ai të mbetet besnik premtimeve të tij dhe të mos implementoj kur një asociacion të tillë, që do mos aq më pak të llojit të cilën Unioni Evropian ka propozuar vitin e kaluar. Nuk e di se kryeministri Kurti ka arrit të pajtohet në një marrëveshje me Serbinë nën lehtësimet e Unionit Evropian, nëse një draft i tillë është paraqit në ato bisedime. Unë uroj që ai draft të mos jetë paraqitur në ato bisedime dhe uroj që ai të di të përdor argumentet që ai draft të cilin Unioni Evropian i ka paraqit Kosovës të di ta refuzoj dhe të mos i hyj procedurës as ta dërgoj në gjykatën kushtetuese e lere më ta implementoj. A ka pas vlerë më shumë, a ka dëmtuar më shumë Kosovën sankcionet apo mos pranimi i asociacionit sipas kërkesave që edhe presionet që u vazhdua, gjithsesi shtrirja e sovranitetit në pjesën e veriut. Aja ka vle, si them, bara qirasa, që është një shprehje. Unë sa i përket çështjes së asociacionit, nga ju si ekspert po kërkoj një vlerësim. Unë personalisht sa i përket çështjes së asociacionit me asnjë çmim nuk e pranoj. Përkundër faktit që ato masa ekonomike dikush i quhen sanksione, ato edhe mund të kualifikohen si të tilla, por unë nuk besoj që bashkia ndërkombëtare, sidomos Unioni Evropian, do të shkoj as larg që të i forcoj të shtrëngoj ato edhe më tej për të detyruar Kosovën të pranoj diçka që shkon kundër interesave vitale të popullit të Kosovës, qetësisë Kosovës. Nuk mund është të ndërtoj një lloj autonomie të tillë, një ngrehin të tillë në një territor aq të vogël, në një popullsi kaq të vogël, kur derisa ajo popullsi gëzon të gjitha të drejtat. Unë kam bën një studim para kogja do vitesh tashmë me titull konstitucionalizimi të drejtave të minoriteteve në Kosovë. Nuk ka instrument ndërkombëtar që nuk është implementuar në mënyrën më të përkryer në Kushtetutën e Kosovës që i siguron minoritetet dhe drejtat e tyre se sa Kushtetuta e Kosovës. Popullsia e Kosovës ka treguar një tolerancë jashtëzakonisht madhe, kulturë jashtëzakonisht madhe, i pranon minoritetet, i respekton ato mbetet në diskrecionin e tyre, të i gëzojnë ato drejta dhe të zhvillohen si minoritete në territorin e Kosovës. Nuk ka minoritet në botë që dëshiron me jetue jashtë shtetit të vet om. Pse serbët duhet të kenë atë përjashtim? Nuk ka përjashtim as për ta, por në një moment ata do të vinë të drejtë sensi i tyre, edhe për në realitet shumica e serbëve në pjesën jo veriore të Kosovës tashmë e pranojnë atë realitet. Dhe nuk kemi ndonjëfar problemi që ata të integrohen dhe të marrin fatin e tyre në duart e veta, të gëzojnë ato drejta, dhe të jetojnë si minoritet normal. Kemi të bëjmë më shumë probleme me pjesët e serbëve në veri të Kosovës, ku afërsia me Serbinë e ka shkaktuar një lloj edhe një koncentrim më i madh i grupeve nacionaliste edhe kriminale të serbëve, e kanë majtë gjallë këtë farë diskursi, se gjoja që pa një implementim të një entiteti në formë të asociacionit nuk ka rahati në Kosovë për serbët, edhe është për të ardhur keq që diskursi publik në Kosovë me gazetarët ndryshëm, me analistë të ashtu quajtur ekspert, kanë rënë këtë farë gracke dhe vazhdimisht godasin aty ku nuk duhet. Duhet një iluminizim pak më i mirë i gjithë aktorëve, të shoqërisë civile, intelektualëve, universiteteve, klasës politike, që të jenë më vokal sa i përket këtij entiteti, sepse nuk është i nevojshëm. Serbët kanë mundësi, duhet të gjendet një metodë e argumentimit, që serbët
kanë mundësi të i gëzojnë të drejtat e tyre në Kosovë pa pas nevojë që të ndërtohet një ngrehin e tjetër politike që shkakton probleme. Në shtres tjetër e pushtetit. Nëse kryeministri Kurti arrin me evitu këtë gjë, do të ishte shumë mirë. Derisa i sqaron të drejtat e minoriteteve në Kosovë, i krahazon, edhe shumë herë ju në krahazoj, janë në nivelin më i lartë i të drejtave të njeriut, që faktikisht është tashmë i dëshmuar, ndërsa deri me tash ajo po përdoret nga qeveria dhe influenca e qeverisë serbe për ta krijuar një lloj jo funksionaliteti të Kosovës. Në çto ndryshimet e mëdha që po ndodhin, në çfarë forme ju mendoni që duhet të përballojmë krizave dhe në realizim të plot të raporteve me Serbinë, edhe pranimi i Serbisë që minoriteti serb në Kosovë është kosovar, ndërsa shtetësinë kanë drejt faktikisht gjuhën e kulturën e këto ta shfrytëzojnë çfarë do forme dojnë. Shefe, sot bashkësitë ndërkombëtare, bashkësia e shteteve demokratike ndërkombëtare, sidomos në trullin e Evropës, u njohen gjitha minoritetet drejtat mjaftueshme. Bile duket që shqiptarët kanë mas paku drejta në shtetet jo shqiptare, si në Maqedoninë, Malzinë, Serbi, por vazhdojnë me qenë kontribues të paqes. Pra po them, serbët kanë të drejtat mjaftueshme, mbeten në diskrecion e tyre të i gëzojnë ato drejta. Presionin ndërkombëtar ndaj Kosovës unë uroj që zgjedhjet që sollën një elitë të re në Unionin Evropian, kemi tash po ashtu edhe një ndërmjetësues tjetër, që pritet të marrë rolin pak më aktiv në bisedimet e ardhshme të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë, që ai presion të bie ndaj Kosovës. Ai presion duhet të hiqet, sepse është i panevojshëm, edhe Kosova duhet të rezistojë. Ne nuk mundeni me rrezikue shtetësinë e Kosovës, që ne kemi fituar me gjak e dirës, me dekada e me shekuj, për me rrezikue tarmën tonë veç për me i kënaqë dhe interesat të elitave shoveniste të Serbisë. Kjo është e papranueshme dhe këse klasa politike në Kosovë duhet të argumentuar mirë, edhe duhet të rezistuar këtij presioni. Tash duket që ekziston një farë frige, një farë që gjoja Shtetet e Bashkuara të Amerikës po të rriqen nga rajoni, po të rriqen nga Evropa, mbrojtja e Evropës. Unë nuk mendoj që do të ndodhë krejt ashtu. Unë e shoh që Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato kanë investuar shumë në rajon, në rastin e Kosovës po se po. Bazat në Bond Steel janë baza që nuk besoj që do të tërhiqen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por në rast se ndodh kjo, atëherë vakumin e SBA-s duhet ta merr Unioni Evropian, sepse ata është një zonë që është në interesin e tyre që të ruhet paqja, dhe kurse si nuk shoh që siguria e Kosovës të cënohet dhe të ndodhë diçka që është që kishte me rrezikue dhe cënue shtetësinë e Kosovës. Unë jam optimist që nuk do ndodhin gjëra të tilla. Koincidentalisht, nesër, me datë 15, Serbi parashihet zhvillimet, ose është e parapar një demonstrat shumë e madhe, dhe kjo mund të sjellë do rezultate pozitive. Unë jam optimist. Sa për këtë punë e lëvizjes në Serbi, që ka bazë të historisë, sa herë ka ndryshuar Serbia raport ndaj Kosovës, jo domosdoshmërisht e ka shfrytzuar, apo shqiptarën përgjithësi, jo domosdoshmërisht e ka shfrytzuar për marrë mirë. A jemi të gatshëm na me u ballafaque me politikat e re të Serbisë, cilat vazhdimsi janë për të dominuar në këtë rast, në rast se bëhen më demokratike, sigurisht raportet me shtetet përkrahëse tona do t'i bëjnë shumë më të mira, të cilat jo domosdoshmërisht nuk kanë problem të fitojnë diçka në dom të Kosovës apo të shqiptarëve. Po kushdo që të vinë pushtet Serbi, nuk besoj që do të vinë dikush më keq se këta që kanë qenë deri tash. Dhe kjo elitë politike në krye me Vučićin. Unë kujtoj që Serbia ka ardhur në atë pikë, në atë nivel që duhet me marrë një lloj
duhet me bo një lloj definimi ose ridefinimi të prioriteteve të veta, se ka duhen shkojnë, çka duhet bën. Më duket që ai backgroundi, ai sfondi mrapa që Serbia ka shpresuar që një ditë ndikimi rus do të rritet dhe do t'i ndihmoj kësaj të realizoj ambicjet e saj serbomdha në rajon, nuk do të ndodhë. Sidomos, aq ma pak nëse Rusia arrin të implementoj propozimet për paqe nga administrata e Trumpit në këtë moment, sepse Rusia nuk shoh se si do të arrijë për me shtruar ndikim të saj në rajon në Ballkanit, në atë nivel që politika e Serbisë të dalë jashtë kuvetëve të saj të shkaktoj probleme sikur viteve të 90-ta. E shoh gati të pamundshme. Do me thonë, influenca e kontrolluar me Rusisë në Evropë, do të thotë Serbi demokratike apo e dobët për të kriju kriza apo pretendime territoriale? Unë shpresoj që Serbia ka ardhur në atë nivel që tash ata duhet të marrin shoqëria demokratike, çështja demokratike në Serbi ka Serbisë. Nuk po arrin Serbia me arrit kur gjë më tepër me atë politikë. Nuk ka ku me shku më tej. Në Kroaci s'ka mundësi. Me Bosnjën po e provojnë, nuk besoj do të realizojnë asgjë. Në Kosovë e kanë humbur Kosovën. Gjithë serbët e mençur, përveç atyre që janë të verbuar nga nacionalizmi dhe shovenizmi, e dinë që Kosova nuk ka me qenë më kur më reintegrue mrena Serbisë apo kush çfarë do ngrehinë qoftë ajo që serbët synojnë ta drejtojnë. Kështu që un jam optimist. Përkundër faktit që ka një farë dozë e frikës që Amerikanët do të tërhiqen dhe do të lanë në duart e evropianëve. Edhe nëse ndodh kështu, un jam prapë optimist. Pse? Nëse shikojmë zhvillimet në 30 vjetët e fundit, se si trajektorën e zhvillimeve në brenda Unionit Evropian, me anë integrimit të Unionit Evropian, do të shohim që këta nuk kanë arrit me pas shumë sukses në ndërtimin e një politike të përbashkët të mbrojtjes dhe të sigurisë, politikës të jashtme të mbrojtjes dhe sigurisë. Gjithmonë kanë pas më shumë sukses kur ka ndodhur ngjarjen në Evropë apo në periferi, siç është në rastin e Jugosllavisë, dhe në një formë reagimi kanë ndërtuar instrumentet politikës së jashtme të mbrojtjes dhe sigurisë. Në këtë rast, më duket që Unioni Evropian po ashtu ka ardhur në një nivel ose të rrezikojë shpërbërjen e tij, ose të bëjë një hap më tej dhe ta bëjë një kohezion të zhvillimit të tij. Dhe unë mendoj që është një moment i mirë faktikisht që do të shërbejë si një lloj stimuli për Unionin Evropian të ndërtojë një politikë më solide të përbashkët, të jashtme, të mbrojtjes dhe të sigurisë, dhe në këtë kontekst mund të shohim edhe një reapproachment të Britanisë, një qasje pak më të re, pak më një rishikim ndoshta e politikës së jashtme të Britanisë. Nuk do të thotë që Brexiti do të mund të rikthehej, por mund të gjeten modalitete ku Britania mollet prapë të reintegrohet pak më shumë ekonomikisht dhe sidomos ushtarakisht. Edhe natyrisht do të shohim se si do të bëhen zhvillime tjera. Roli i Turqisë është duke u rritur ose edhe me sa di unë, Turqia me Kosovën ka një lloj nënshkrimi të marrëveshje për çështjen e mbrojtjes. Me sa kam dëgjuar, që tash sfundi ministri tregoj që është bani marrëveshje me Shtetet Bashkuara të Amerikës për mbrojtjes. Ka tendenca ato janë marrëveshje bilaterale të cilat e sigurojnë Kosovën shumë më shumë se sa është vetëm prezenca e Kosovës. Kosova derisa është në përpjekje për ta finalizuar ndërtimin e saj, është
e kufizuar nga disa instrumente për të arrit, për shembull me antarësu në NATO, por në rastin e saj ka mundësi me kriju marrëdhënie bilaterale me shtete ndryshme, me Turqinë për shembull, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Shqipërinë, Britaninë e Madhe ka. natyrisht me Britaninë e Madhe. Unë prapë them, nëse gjeopolitika e rajonit ndryshon atë masë sa secili duhet të mbrojë vetveten, Kosova do të ketë kohë ose do të jepet mundësi dhe kohë e caktuar që të armatoset dhe të arrijë në nivel që ajo do të rezistojë ndonjë sulmi eventual serb. Me fshin tjerë nuk kemi ndonjë farë rreziku, me Maqedon kryesisht jemi në raporte afërsisht të mira. Se mbaren shumë prej shqiptarëve. Kështu që unë jam më optimist se sa pesimist. Shqiptar dhe kombi shqiptar në rajon the është i treti, apo i dyti me numër, sa mendoni ju që shteti shqiptar dhe ai i Kosovës do të duhe të përdor diasporën dhe bashkëkombasit tonë cilët jetojnë me gjeneratat, qoftë në Turqi, qoftë në vende tjera, përfshi këto edhe një pjesë e kemi dhe në Ukrainë, me sa më duket ka një popullsi. Që faktikisht në Brazil, me sa kam dëgjuar, shumë vende të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ma kemi një komunitet jashtëzakonisht fuqishëm në Evropë. Sa mendoni ju që materializimi i bashkëpunimit me gjitha vendet do të ngritë fuqinë e kombit shqiptar në rajon në këto periudhat krizës, e kam fjalën? Përveç komunitetit izraelit, i cili njihet për një organizim jashtëzakonisht efikas në diasporë, ndoshta për shkak të numrit të madh tyre, nuk njeh ndaj popull që është aq i organizuar me diasporë, që diaspora të definoj fatin politik të popullit shtet. Në këtë rast, edhe mund të mos bëjmë ndaj përjashtim ne shqiptarët, por duke pas parasysh që parafërsisht jemi gjysma e kombit shqiptar në diasporë. Gjithsesi, ne kemi një rol, kemi obligim, kemi edhe dëshirë. Disi shtohet përshtypja ka njerë që diaspora apo morgata nuk ka një konsenzus se cili term i shkon ma shumë. Madje është edhe ma patriotike se vetë popullsia mbrana shteteve respektive në Shqipëri dhe në Kosovë. Por për te këtyre debateve, na jemi të vetëdijshëm, jemi morgat kryesisht e re, në 20-30 vjet e fundit, jemi të pasimilu menden në shoqëritë ku kemi emigruar dhe kemi kapacitet të madh. Gjithsesi, shqiptarët, sidomos kampanja, diplomacia e Kosovës gjatë viteve 90-ta, rezultatin më të madh e ka arrit në sajet të diasporës. Kur njëherë Kosova nuk ka arrit me u rikuperu diplomatikisht mbas luftës se sa në nivelin që ka qenë gjatë 90-tave e kryesisht nga lidhje demokratike. Gjitha qytetet e mëdha evropiane dhe perëndimore kanë pas seli të lidhjes demokratike që e kanë pas një lloj kualiteti të ngjashme me ambasadat. Dhe ato kanë bërë një punë jashtëzakonisht madhe. Unë gjatë studimit tim e kam hulumtuar këtë temë goxha kështu në thellësi dhe individ ndryshëm nga pa kurfar përvoje diplomatike kanë bërë kontakte me shtetas, me diplomat, me antarë të parlamenteve, të qeverive, dhe kështu Kosova kishte arrit me ndërtuar celulat e veta diplomatike, informative, cilat fatkeqësisht mas luftës u shuan, dhe Kosova kur nuk ka arrit me sanu këtë mungesë. Tash duket se jemi në një fazë kur lypset përsëri me u reaktivizuar diaspora. Edhe në këtë kontekst është më mirë që diaspora po merr pjesë në zgjedhje, më shumë si në Shqipëri, si në Kosovë, tash edhe në Shqipëri. Edhe pa marrë parasysh që nganjëherë akuzohet se diaspora nuk duhet me i definue kush parti duhet me dominue, me fitue zgjedhjet, me formu qeverinë.
Kemi të drejt, diaspora ka dhonë mjetet mëdha për ndërtim të shtetit, për nder dhe mjetet mëdha, kemi të drejtat njësoj. Kështu që, po, kemi mundësi shumë e bo, kemi kuadër të madh, tashma janë shkollu shumë njerëz diaspor, kanë bërë shkollat mëdha, ekspertizë të thella në për gjitha lamit thuajse. Duhet gjenden modalitete për me funksionalizu këto resurse njerëzore, qoftë me investime, qoftë me organizim intelektual, plasimit të ideve, të dhonave shkencore, të publikimeve të ndryshme, dhe ta dominojmë sferën edhe akademike me dhonat që i shkojnë për shtati interesave të shqiptarëve. Dhe ta dim që historiografia slave edhe në përgjithësi ortodokse fatkesisht, dominuar kryesisht nga serbët edhe grekët, kanë bërë një punë gjatë me spaku një shekull, cilët edhe Evropa Perëndimi ende sillet me shqiptarët në perceptimet e kësaj historiografie, pa e njohur mirë. Vetëm ata që kanë ardhur në Kosovë gjatë viteve 90-ta, pas luftës Kosovë, e kanë jetuar në Kosovë, e shohin një realitet tjetër nga ato që kanë lexuar, nga ato që janë edukuar, nga kjo propagandë, nga kjo historiografi. Kështu që tash diaspora ka këtë mundësi, ka këtë obligim me bë këtë ndryshim edhe këtë kontribut madh. I përmend zgjedhjet edhe përfshirja e diasporës në zgjedhje e drejta apo e drejta, siç po flitet, sidomos për analfabetëve flitet një gjë e tillë, se njerëz që mendojnë thellë jo domosdoshmërisht të kishin pru në pikë pyetje çështjen e të drejtën se a dohet votoj shqiptari jashtë Kosovës apo jo për qeverinë e Kosovës apo Shqipërisë. Nuk është, me sa vlerësoj unë, nuk është vetëm e drejtë e jonja që faktikisht të votohet një qeveri, po është një diçka e pamohueshme që ne jemi shqiptar dhe kosovar, qoftë nga Shqipëria, qoftë nga Kosova, cilët privilegje edhe rahatia jonë më varet drejt për drejti sa stabil është shteti shqiptar i Kosovës. Me sa kom vrejt une, njerëzit që s'kan lviz nga Kosova asnjëherë, sidomos egoistët, nuk e vlerësojnë çështjen e votës së një njeriu që është i Kosovës, qoftë gjenerata e dytë dhe tretë, që ne nuk votojmë se si t'ja u bëj jetën dikujna, po të votojmë se ta kemi një shtet qëndrueshëm që kur thom jam shqiptar, te kom vendin që më bo krenar me ato që e thom, çfarë forme kështë mujt ti me sqaru pak ma mirë, këto me që na jem të njëjtën situatë, me që jem njerëz që kemi lviz nga atje. Mbase pozita dhe komoditetet ta përcaktojnë edhe drejtën edhe mundësinë. Kryesisht njerëz në diasporë në Mërgat zakonisht njihen që kanë bërë një lloj zgjidhje ekonomike. Ose më të them, kriza ekonomike nuk qëndron mbi qafën e tyre si shpatë Demokleu. Për momentin. Në krahasim me vendet ku po flasim për elektoratin në Kosovë, respektive në Shqipëri. Ndaj, është pak më vështirë për elektoratet e tyre të jenë të pamvarura totalisht, kur, për shembull, administratat publike, si në Shqipëri dhe në Kosovë, janë në numër shumë të madh. Administratat zakonisht votojnë për ato elita që janë pushtet, sepse ato edhe dinë të i kërcënojnë, të i kurthëzojnë, të i shantazhojnë, që pos nuk votuat për ne, do t'ju largojmë nga puna, edhe nuk është që s'ka ndodhur këto gjëra. Kështu që një farë mirëkuptimi duhet me u ndërtue, ka animozitete saj përket pikpamje por tashmë këto duket që po të i kalohen. Gjithnjë më shumë është presioni më i madh dhe në rritje i diasporës për me marrë pjesë në vendimmarrjen në qeverive lokale, domethënë si në Tiranë ashtu edhe në Prishtinë, edhe unë mendoj që është gjë e mirë.
edhe diaspora duhet jetë edhe më aktive, edhe më me presion, sepse fundit ne po dajmë mjetet tona, gjatë 3 vitit ne ndajmë mjetet tona për me arrit me bollëtimin në Kosovë, në Shqipëri, edhe me shku me shpenzu atje shumicën e mjeteve që ne i kursejmë, jetojmë varfresht këto për me pas mundësi me bë një udhëtim me familjen në herë, në vetë spako, Shqipëri, në Kosovë, edhe ato mjete shkojnë aty. Ato nuk më kujtohen ato shifrat që i kanë botu mediat Kosovë, një vit në kalu, më vit përpara, ti po flasim diçka një shumë marramense që ne diaspora lën mjetën në Kosovë, respektive Shqipëri, me të cilat qeverit atje i përdorin në buxhetet e tyre, në vilin e taksave, në shërbimet e ndryshme, dhe kjo dashma është një diçka që duhet të vlerësohet, edhe kulturalisht diaspora tash kohëve të fundit është pak e zhgënjyme, ekzistojnë disa pakënaqësi midis nuancat vogla midis popullsisë vendase dhe diasporës. Ato janë edhe të lezetshme ka pak. Janë edhe pak të lezetshme. Po nga njëherë debatet janë të mira, gjithmonë na shërbejnë për më njoftë, sepse njerëzit gjithmonë kanë nevojë për me riprodhu, për me njoftë më shumë. Dhe me fundit një lloj dialektike e çan shoqërinë përpara. Do të thonë drejtën tëm për votë as mos mendojnë me ma ndryshue. As që besoj që do t'i hyjnë mend. Mos mendojnë për arsye se është vetëm ja drejtë që unë shoh që tash me qenë se po rritet numri i votuesve në diasporë, unë shoh një konkurrencë nga partitë politike, kush do të ofrojë më shumë dhe kush do të duë më shumë, kush do të përqafoj më shumë mërgatën. Udhëtime falas gjatë verës. Kthehemi tek gjeopolitika dhe një herë para se shkojmë ka përfundimi, Shtetet Bashkuara të Amerikës tash e kanë nda veten nga Evropa, edhe ja kanë lënë barrën evropianëve. Evropianët kanë intervenuar më një herë për ta krijuar një ombrellë mbrojtëse. Franca veç se i ka ofruar armë nukleare për me mbrojtë Evropën. Britania e Madhe, generali thot me shumë sinqeritet, po mendoj me shumë thot nëse Rusia tenton të futet në shtetë Evropës, ne jemi të gatshëm me hyrë luftë. Sa ju beson evropianëve pa mbështetjen e amerikanëve që do kanë mundësi të përballojnë apo të krijohet një union i fuqishëm, të marrë parasysh që kemi në ato thyrjet historike? Unë nuk besoj që një luftë midis Evropës dhe Rusisë është në horizont apo që do të ndodhë. Deklarata bomb e presidentit Trump që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të tërheqen nga mbrojtja e Evropës nuk do të thotë që do të ndodhë automatikisht. Europa do të ketë kohë të përgatitet, siç thamë edhe më herët, është një moment reagues për Evropën që të ndërtoj kapacitet e veta mbrojtëse. Fundit kanë jetuar me dekada tashmë nën tutelën, nën mbrojtjen amerikane. Është koha që Evropa të rritet në atë nivel që të krijojë si një entitet vetin mbrojtës. Dhe kjo është një diçka pozitive. Nuk duhet merret veç negative. Absolutisht. Është diçka pozitive dhe unë mendoj që i ka munguar kjo stimul Evropës. Tash e ka mundësinë për ta bërë veten një entitet më i njohur ndërkombëtarisht. Kështu që nuk shoh ndaj intervenim rus në Europë, sepse përkundër faktit që ashtu si shihet në horizont që Rusia do të arrijë të aneksojë një pjesë të territorit të Ukrainës, në përgjithësi nga analistët, studiuesit e eminent që merren me analizat e luftës Rusi-Ukrainë, e konsiderojnë si dështim të Rusisë luftën në Ukrainë. Pse? Sepse ka dëshmuar paaftësinë e saj
për ta aneksuar tërë Ukrainën. Kjo në vetvete është një më shumë dështim se sa fitore. Po ashtu ka arrit të ketë një bumerang, sepse Suedia dhe Finlanda u integruan në NATO, në diçka që Putini nuk e kishte asgjë menduar përpara. Kështu që nuk besoj që përkundër retorikës presidenti Trump, SBA nuk do të tërhiqen totalisht, do të ketë mbasi një tërheqje graduale, por në një rast eventualisht një luftë potencialisht mundshme, jo potencialisht, po hipotetikisht mundshme, midis Rusisë dhe Evropës, natyrisht që SBA do të ndërhynin përsëri, nuk sepse humbja e Evropës në raportet ndërkombëtare për SBA prapë do të ishte humbje më e madhe se sa të bashkimi me koketimi me Moskën. Edhe sidomos ballafaqimi me një Kinë, e cila është zhvillim e sipër pa Evropën, është bëgi e komplikuar. Unë mendoj më shumë që administranta e Shteteve të Fortë Amerikës ka interes edhe është detyrimisht në interesin e saj dhe të evropianëve, që evropianët të marrin fatin e tyre në duart e veta. Është koha. Është koha. Në fund të emisionit të doktor Azemi, më thuaj pak a shumë për diasporën, se çka kishe pas dëshirë nga diaspora, qoftë në Britani të Madhe, qoftë në Evropë, qoftë Shtetet Bashkuara të Amerikës, për të bërë më shumë që të ndihmoj faktikisht kombi shqiptar si të jetë pak nivel edhe më të favorizuar se sa që është për momentin. S'jam i sigurt çka të sugjeroj, sepse mas pari njerëz të diasporës, ata që kanë bizneset suksesme, ata marrin vendime vetanake, nëse në inflaturat politike, administratat e vendeve përkatëse si Shqipërisë në Kosovë duhet të krijojnë lehtësira administrative dhe lehtësira tjera praktike që njerëz të diasporës të kthehen. Kjo jo vetëm për shkakun që të mundsohej zhvillimi më efikas i vendeve tona respektive, por erozioni njerëzor, shpërngullet e mëdha si në Shqipëri, ashtu në Kosovë, janë rrezik për substancën e popullsisë të dy vendeve. Edhe kushdo që të kthehet nga diaspora në Kosovë apo në Shqipëri, është anë pozitive janë të dy feshta apo të shumë feshta. Kështu që kjo duhet me qenë faktikisht, kjo duhet me qenë në zemër të politikave të qeverive respektive për të stimuluar kthimin e njerëzve të mërgatës për të kontribuar si në Shqipëri ashtu në Kosovë. Faleminderit. Zotëri Jakub apo doktor Azemi, më thuaj pak a shumë hapjet të ardhshme tuajat. Çka kemi plan përveç librit tashmë të Kosovës moderne? Të shohim dritë një herë këtë, të shohim reagimet, pastaj do të shohim diçka, mbase ndonjë libër tjetër në dietar më jo shumë të largët. Mbase ndonjë aktivitet kështu të diasporës të Qysh do të sillet situata pastaj gjithsesi, doktor Azemi apo Jakub Azemi, unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin tonë, gjithsesi informatat dhe në nivelin e ekspertizës që neve na mungojnë shumë edhe për sugjerimet që ndoshta qeveritë sidomos qoftë e Kosovës, qoftë Shqipërisë do të ketë parasysh me kujdes. Faleminderit, ishte kënaqësi, edhe kjo që komuniteti shqiptar këtu në Londër ka arrit me ndërtuar një stacion të tillë televiziv ku njerëz të diasporës kanë mundësi me komunikuar me vendin, me vetveten, me komunitetin tonë këtu, Britani, por edhe me Kosovën e me Shqipërinë, janë rezultate edhe një faktor tjetër që tregon se jemi në rritje, jemi shumë substancë e shëndosh, e fuqishme dhe uroj që të vazhdojmë të japim kontributin tonë, si këtu, në rritjen tonë këtu, edhe integrim, por edhe në zhvillimin e vendeve tona. Gjithsesi dhe ato pa cenzur jeni të mirë se ardhun çdo kohë kur keni mundësi, kur keni diçka të re të na sillni në përshikuesit tanë. Faleminderit.
Teleshikues të Albike TV, edhe një herë ishëm me doktor Jakub Azemi, me të cilin folëm shumë gjëra, sidomos për çështjen shqiptare në lëvizjet sot që po ndodhin në gjeopolitik. Unë shpresoj që do të shihemi në emisionet e radhës dhe gjithsesi doktor Azemit i urojmë sukses në promovimin e librit Kosova moderne. Krijimi i Kosovës moderne. The making of modern Kosovo. Modern Kosovo. Faleminderit shumë edhe një herë për korrektësi. Shihemi në emisionet e radhës. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë.